Sipas ligjit për autoritetin e konkurrencës, autoriteti është agjenci e pavarur për punën e vet I përgjigjet kuvendit, domethënë të Republikës së Kosovës, në ndërkohë që pikërisht në këtë nënd, gjithashtu një paragraf tjetër thotë që ndalohet ndërhyrja politike, publike ose private që mundet me cenu pavarësinë ose panshmërinë e autoritetit. Dëgjoni, t'ju them të drejtën, unë nuk befasohem nga veprimet e kësaj qeverie. E ke sot 17 ministra dhe një zavendësministre, edhe në krye me kryeministrin, çdo ditë, domethënë çdo ditë janë në shkelje të nenit 72 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Çdo ditë. Kështu që as pak nuk më befason, domethënë çfarë do ndërhyrje, sepse këto ndërhyrje I kemi pa çdo ditë. Ajo çka unë kam dashur dhe kam pasur një reagim lidhur me këtë dhe e kam bë publike është që vetëm një ditë përpara se autoriteti të shkoj në raportim në zyrën e zavendës kryeministrit, kanë refuzuar që të vinë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, institucion të cilit ata I raportojnë sipas ligjit, kanë refuzuar të vinë në emër të pavarësisë dhe mund ta shihni edhe sot mund të hyni te faqja atyre dhe mund ta shihni reagimin që kanë bërë, kanë thënë që ne nuk ju përgjigjemi deputetëve në kuvend për shkak të pavarësisë. Imagjinoni, domethënë janë komplet të paaft sepse ne pikërisht në ligji e thotë që ata I raportojnë kuvendit dhe ndalohet ndërhyrja politike dhe vetëm 2 ditë me 20 maj ata e kanë reagimin që nuk vinë, refuzojnë të vinë me datën 21 në kuvend dhe me 22 maj shkojnë të zyra e zavendës kryeministrit. Njëjtë ka vepruar zyra e rregullatorit të energjisë. Ne kemi ftuar në takimin që kemi pasur me përfaqësuesit e bizneseve për diskutuar për këtë përjashtimin që po ju bëhet prej shërbimit universal për furnizim me energji elektrike 1300 bizneseve. Njëjtë bordi I zyrës së rregullatorit ka refuzuar që të vijë në kuvend se kinse ne po e politizojmë çështjen, ndërkohë që, domethënë pikërisht të nesërmen është paraqitur në qeveri dhe ka raportuar në qeveri. Dhe është kjo zonja Naime Binaku Jusufi, e cila gazetarës betimi për drejtësi I konfirmon që Bislimi I ka kërkuar, do thotë ka bërë ndërhyrje flagrante në punën e autoritetit të konkurrencës. Nuk e kërkuar për bizneset të caktuara, për shembull që është korporatet Devolli. Ajo nuk e ka cilësu si ndërhyrje, se ajo nuk e ka as kapacitetin se këta nuk kanë as kapacitet me bo dallimin se çka është ndërhyrje dhe çka nuk është. Ju nuk shpresni që ajo ta kishte denoncuar publikisht. Ajo thjesht edhe raportimin e ka bë për shkak të domethënë konsideroj të komplet që ka qenë padia, ajo as nuk e konsideron që është ndërhyrje, në ndërkohë që nëse zonja Binaku do e kishte konsideruar ndërhyrje, ajo nuk ka pasur fare nevojë. Domethënë, po e them edhe një herë, është njëjta e cila ka refuzuar të vijë në kuvend dhe të flasim për konkurrencën në tregun e energjisë elektrike, në ndërkohë që 2 ditë më pas ajo paraqitet, domethënë shkon në zyrat e qeverisë dhe flasin aty për vendosjen e çmimeve.